Ramushi nuk leke në zonë kërkon me. Nuk leke me fotografu. Me shku me i marë në logjë, me i fut me një kom të mbyllon, tha. Tha edhe me i fetit, me i quka vra noci, anej me i këthy, mës me dit ka përshkojnë, se ata nuk janë vesh të kryqit kushta. Kur erdha unë, është hera parë që Ramushi ma kanë ngritë zonën. Në Lekovë jam taku me Margaret Bryson edhe me doktor Ilir Tolen. Margareta Bryson ka qenë delegate për shëndetësinë atë kohë. Edhe më thanë të gjitha trevat e luftës kom qenë, ta vetëm Dugazhin nuk kom mujt me ardhë. Tha, kisha mujt me ardhë spital ushtarak. E i tregova që kem munges të ilaçe, kem numër enorm të plagosërve. Tha, kisha mujt, thash, duhet mu konsultu me komandantin. Ramushi nuk leke në zonë kërkon me. Nuk leke me fotografu. Do më thonë, asë në kalon me inqizu, asë me fotografu, heq në zonë strikt ka qenë mbyllë. Për shkak, mos me, se ishte vi frontale, edhe më ishin njerës më infiltru, edhe mos me dalin informatat. Edhe tash, kur erdha i thash komandant qështu, jam taku me Margaret Brysonin, ka lyp me na ashtu, kanë me orë të premten, vinë në peje, edhe prej peje kanë me orë një sneqa. Tha po me shku me i marë në logjë, me i fut me një kom të mbyllon, tha. Tha edhe me i fetit, me i quka vra noci, anej me i këthy, mës me dit ka përshkojnë, se ata nuk janë vesh të kryqit kushta. Tha edhe din ka përshkojnë. Ndërkohë jam shëndru në, me ta jam shku një snesh, ata më kanë ikë edhe i kanë nalë në punkt të tyrjet të zhniqit të brejat. Ordra mu që taku me ta ka qenë Endira Linda Bunjaku. Edhe Linda ka qenë punëtore kryqit kush që disa herë na ka ndihmuar. Edhe i thot, unë po du mu taku me doktor Selmonin. I thot, unë jam komandant, i thot Ramushi, i thot, po na kem bisedu me Selmonin. Edhe tash, kur erdha unë, është hera parë që Ramushi ma ka ngritë zonën. Edhe më tha, mere këtë shoqen tonë, tha se po deke shumë. Tha, rini qëtu nuk e lejoj Lindin me shku në spitale, mu në Margaretin, edhe asë mu s'mla vetën me ta. Ma la ram Hamzen aty me mbi qyrë gjapo plasë me te. Po na prunë një kontingent borna mas në i kryqi kush, mas 3 ditëve na gjujtën një raket tok-tok. Edhe për kundre që kur vike Ramushi në spitali ushtarak, të ke rrinit sigurt, se spitali ushtarak o i mbrojtë ndërkombëtarisht, unë i kom quk kvotat që këtu është spital edhe ju si u prek kush. Po, na gjujtën pak ngat, jo ka ty bash, po ko gja ngat. Në hereq, po ashtu ka qenë beteja drejt për drejt. Edhe u plagos një ushtarë që im vjen shumë keq që tash nuk ja di jamnin, po ashtu ka qenë me snajper në pjesën e përparme të stërnumit edhe të qinë në mrapa. Po thuj se për afërsisht plagën si ta demukajs. Edhe atërve që shartë, doktor Abdil Krasi që aty, më tha Allah Marcel, tha nuk mundet me mbijetu dhe i natje kë. I thash, pse profesor nuk mundet? Tha se e ka prek në peritoneum e mushnive, pëlhurën e mushnive, tha, edhe kop pneumotoraks. Tash kur hin ajrin mes mushnive kështu, nuk mundet me marë frymë. Tha, s'kem vakum aspirator. Ne vakum aspirator, tha, me po se shpetojmë. Thash, po, sot vynë shtypja, keshit a që po të vynë. Thash, po ta bëjmë në tha ti, kreti bën. Edhe kom shku e kom marë një bakal, qelqit, ja kom bu pjesën e sipër me akrilat, autopolimerizus, i kom fut 2 gypa në ta, e kom improvizu enën e vakum aspiratorit, e kom marrë një fshis të rrymës, edhe e kom improvizu në gyp të tojsjelcit, në gyp që u itim, edhe ato e kom zvoglu, e kom fut në gyp të infuzionit. Për minal e kom marrë një pean, edhe jam shku, i kom thonë, prof, që vakum aspiratori, e ka provu në noja, pa ja për ngre. Tha po, edhe tash ja ka instalu atit plagosëri. 4 ditë kemi majt me fshisat rrymës, me vakum aspirator të improvizum. Po unë dzeshin fshisat rrymës. Edhe tash ja u kemi mbledh krejt lagjës, se s'qëndroj kemi një orë, unë dzega jo. Krejt lagjës ja u kemi marrë, kemi lo pa fshisa, edhe mas 4 ditëve ka orë shfetim robaj. E na ka pru vakum aspiratorin, na ka pru edhe aparatin për anesteziologi. Me qenë se Shpetimi ka qenë anesteziolog, ka qenë shumë plot humor, ka qenë doktor Shpetimi, për pos që ka qenë një ekspert, shumë i mirë, i lamiz vetë, ka qenë njeri gjallë, ka pos gjallërije të jetës. Edhe po më thëta, Selman, thashur no, dok,
Tha, për shka t'ka morë molli. Thash, a din për shka m'ka morë molli? Thaht, për shka? Me dalë në asfalt, se kur dalim në asfalt e fitojmë lirin. Për që ata m'ka morë molli. Edhe tash o këthy, kur o këthy, ata punojshin në Galaksi, po punojshin për kryqin e Kuq. Edhe thët, i kishin la duart krejt ata, tonë ishin bo budal. Edhe këtë shokë janë ishin rrugë mu bo budal. Po, kur na pruni shpëtimi ato, do më thonë, shumë në ndihmoj.